Faleminderit zoti kryesues, nderuar deputet, kabinet qeveritar ata që jeni. Shiqoni, është një temë që e meriton një trajtim më në themel. U thanë ato që janë pasojat, deri diku nuk preken shkaqet, edhe u propozu një rezolut edhe mirë është në fund me gjetë një gjuhë ndër parlamentare me aprovu këtë rezolut. Mirë po, me qenë që është një temë kaq serioze, kaq me rëndësi. Atëre, lejoni me ju thonë 2-3 fjalë për thelbin e kësaj teme, që menoj që janë shumë të rëndësishme. E para, a ka diçka më të madhe e më të vështirë që mu i ndodhë një populli se sa humbja e njerëzve. Nuk po them që kanë vdekë, por humbja e njerëzve, shkuarja e njerëzve. Çka mundet me konë më e dhimbshme se sa kur e humb njerin. Ne kemi folë për procese të vështira, luftën, procese tjera, e i kemi thonë, kur ju ka djekë shpia ose diçka ti pas martë ligat, inshallah i në shnosh, pra i pa që njerëz gjallë. Çka i thojmë sot, popullit tonë? Inshallah i keni shpijat se njerëz po shkojnë. Shumë meqen. Çka dojmë me bo njerëz në Kosovë, edhe a dojmë mu sjell me naj indiferencë, me naj shpirt ngusht, apo dojmë me kuptu se diçka serioze o ka ndodhur këtij veni. Pse? Për shkak se jemi bashkëmoshatar, jemi gjenerat në kohën kur po ndodh kjo, por edhe për një arsye tjetër se jemi vendimas. Ma let i kalon dikush përgjithësisë ku nuk është në vendimarrje e ku nuk është në këtë nivel. Ky është niveli i parë i njerëzve që duhet me vendos temat që janë më rëndësi për jetën e këtij veni. Nuk është mirë mos me e kuptu, me e mohu temën, me relativizu, me e minimizu, edhe me e qitë si të opozitë. Gabim është besoni. Na fat gjatë, jo veç tash. Japim shembuj të keq. Pse ka migrim? Sepse Kosova prej pavarësisë është qeverisë nga qeveria Thaçi. Qeveria Thaçi ka mri me i da njerëz të Kosovës në 2 grupe njerëzish. Në ata që janë të pushtetit, e që përmes pushtetit i bojnë qare vetit edhe në tjerë. Të gjithë ata që shënkon pjesë e kësaj qeverie Thaçi, kanë shpresu që në pavarësi në herë ka me ndryshu diçka. Edhe i kem pa të i festu, mos e kesh kuptoni, s'ka të bëj me individ, të i festu kur e kanë menu se po ndodhë ndryshimi. Ajo që ka ndodhë sot, kolegë prezent që jeni, keni dështu me adhon shpresën e ndryshimit, sepse në vend që me vazhdu atë fest, po shohim diçka tjetër iken. Pa marë parasysh kush po i thot të fjalë, e pa marë parasysh si ju duken, merrni seriozisht, se nuk janë pak. Çka me bo matutje? Pasojat duhet me i shanu, para bon me u marrë dhe me shkaqe. Të gjithë kemi detyrë e përgjegjësi me i siguru njerëzve tonë, nuk po ikim përgjegjësisë as si opozitarë, dhe ne duhet me u dhonë shpresë njerëzve. Por bara e përgjegjësisë bjen mbi qeveri, mbi institucionet. Doni me identifiku çka janë ato veprime që i muni me ndërmarrë më njerë, që me nalë trendin, çka janë ato veprime që e kthejnë gjendjen nisje, që argumentet që po ikin njerëz po përmirësohen. Shpresa po ju kthehet besimin në sistem politik, besimin në institucione e në një perspektivë në vend, edhe pasojat domet që në bëha qysh me i sanu. Çka mi bëha ty në familje që i ka shku prindje, nështë i kalon fëmin. Pra, plan emergjent duhet me vepru në këtë tim besoni rezolu. Shumë e mirë, por plan emergjent. A muni me e bo këto, me siguri se nuk është ashtë lehtë. Por në asë angazhohi, në asë identifikoni veprime, të pakten mujmë trendet me i përmirësu. Kërkesat që i ka qytetari nda jush, cilat do kërkesat, sa do që ju do këntrana, nga pozicioni ju i qeveritar, mos i neglizhoni. Që dhe ajo është një dëshmi, që po e meni seriosisht shqetësimin e qytetarëve. Nëse ka të bëj me një pjesëtar të kabinetit qeveritar, nëse ka të bëj me i temë qeverisjes, mos provoni vetëm me i minimizu e relativizu, meni seriosisht. Pse? Se kjo bëhet në fundit për krejt ne në këtë vend. Unë i bëj një thirrje dhe institucioneve të BE-s, që të përshpejtojnë asocim stabilizimin me Kosovën, të përshpejtojnë marrëdhëniet kontraktuale me Kosovën, janë nevojshme, që të përshpejtojnë liberalizimin e vizave,
Jo me ndëshku 2 milion qytetar, letë ndëshkohen përgjithësit, ose të shkallës lartë korrupsionit, ose të krimit, ose të këtë qeverisjes, po jo 2 milion njerëz t'i veni. Si aleancë, ne do të qëndrojmë me kërkesat e drejta të qytetarëve, jo për shkak se kemi vetëm agjenda opozitare, edhe jo për shkak sepse qëllimi ynë është vetëm me vështirësu qeverisjen. Qëllimi ynë është me dhonë një alternativë, me ballafaqu qeverisjen, parlamentin, qytetarin, me atë që po i ndodhë venit, edhe me gjithë zgjidhje adekuate. Ju faleminderit.